رمضان يا تاج السنة يا منحة الرب الغفور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderim dhe lavdrim takon vetëm Allahu subhanahu wa taala. Atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavat e selamet ja dërgojmë zotërisë së pejgamberëve Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij fisnike, shokëve të tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Padyshim se ajo për cilën kemi për të folur sot vetëm se është temë e njohur, sepse jemi në ditët e fundit, duke ardhur ditët e fundit të muajit Ramazan. Ajo pjesa më e madhe vetëm se shkoi por se shpërblimi më i madh ka mbetur. Ditët ndoshta më të shumta kanë kaluar, por se ajo e pakta që ka mbetur e ka shpërblimin më të madh. 10 netët e fundit të Ramazanit janë netët më të mira të vitit. E kjo është koha ku besimtari duhet të angazhon vetën e tina, edhe duhet të shton për pjekjen e tina në adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala, duke e shtuar namazin në këtë ditë, duke e shtuar leximin e Kuranit në këtë ditë, duke e shtuar duat e tij, edhe duke e shtuar dhikrin për Allahun subhanahu wa taala. Transmetohet në hadith prej Aishës radiallahu anha se ka thënë: "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-'ashr shadda mizarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur kanë ardhur ditët e fundit të Ramazanit, ai vetëm se e ka shtrëngu rrypin e tij, e ka shtrëngu izarin e tij, edhe e kanë ngjall natën me namaz, e kanë ngjall natën me Kur'an, e kanë ngjall natën me dhikr Allah subhanahu wa taala, po përveçana edhe e ka zgju familjen e vet. Sa i përket hadithit, ajo është edhe vepra pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka bëu, është edhe porosi për neve. Duke na treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se këto natë që kanë mbetur, ne duhet ta shtrëngojmë vetën tonë, ta forcojmë vetën tonë, ta shtojmë mundin e përpjekjen tonë, përveçtojna edhe me ngjall natën tonë, duke e ngjall ato me namazin e natës, edhe me shtimin e dhimit Kuranit. Po përveçtojna edhe me zgju familjen tonë, edhe familjarët tonë, me angazhu edhe me i këshillu ata, dhe me porosit ata, që me ngjall natën me adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pastaj vëllezër duhet ditë se në këtë net të cilën ka mbetur është edhe një natë që është më e mirë se një muaj, është nata e Kadrit. Ku tha Allahu subhanahu wa taala: "Inna anzalnahu fi laylatil qadr." Na kemi zbrit Kur'anin në natën e Kadrit. Dhe në këtë natë ka zbritur Kur'ani, ky Kur'an të cilin unë edhe ti e bëjmë adhurim Allahu subhanahu wa taala. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Edhe çfarë ka bëu ty me di që është nata e Kadrit? Çka është nata e Kadrit? Laylatul qadri khairun min alf shahr. Nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj. Në këtë natë është nata e Kadrit të cilën ne duhet ta shtojmë adhurimin tonë, duhet ta lypim natën e Kadrit në cilën natë është. Kur është nata e Kadrit? Ajo që na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithe të sakta është se nata e Kadrit është një natë prej natave të këtyre 10 natëve që kanë mbetur. Taharrau lejlatul qadri fil witri min 10 al-awakhir min Ramadan. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith: kërkojeni natën e Kadrit në nata tek të 10 natëve të fundit të Ramazanit. Dhe zot nata 21, nata 23, nata 25, 27 edhe nata 29. Njëra prej tyre duhet të jetë nata e Kadrit. Kërkojeni, por se më mirë është që besimtari ju të angazhon vetën e tij në veç nata tek, të ruan veç nata tek, edhe në ato të shtojnë në angazhimin vet, por se duhet në 10 natë të fundit. Sepse ne nuk e dim se cila prej tyre do sa ka qenë tek. Ne nuk e dim se cila prej tyre do sa ka qenë tek. Por se ti angazhoj vetën, edhe jetë mundin tonë në këto 10 natë të fundit. Pastaj kemi hadithe të sakta të tjerë ka prej sahabëve të cilët janë betuar se
Nata e Kadrit është natën e 25. Kemi hadithe të sakta të cilin një prej sahabëve është betuar se ajo është natën e 27, por se ajo që na mbetet neve është që ne ta shtojmë adhurimin në gjitha këto net me shpresë të Allah subhanahu wa taala, dhe me besim të Allah subhanahu wa taala që Allah me na llogarit edhe me na shpërbly në natë për natën të tyre. Si me ditë se kur ku nata e Kadrit. Padyshim se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka treguar edhe shenja se çish me ditë që nata e fundit për shembull është nata e Kadrit. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith se sabihatu lejletil Kadri tatlu ash-shamsu la shu'a laha kahanna tastum hatta tartafi. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith se dielli i mëngjesit natës Kadrit kur lind, ai lind pa rreze. Ai lind pa rreze sikur me qenë një pjallë derisa të ngritet. Derisa të lind dielli edhe të ngritet edhe dhe mbi horizontin e tokës është pa rreze, është sikur një pjallë e rrafsh. Po ashtu kanë thënë dietarë se edhe nata e Kadrit është një natë e qetë. Është një natë e qetë ku edhe vetë besimtari edhe nefsi i tij dhe shpirti i tij e ndjeni qetësinë vetën e tij. Pastaj peshëra është edhe të nesërit ku lind dielli, lind pa rreze. Është sikur një pjallë e rrafsh. Wallahu a'lam. Po ashtu çfarë duhet me bëu në këtë natë? Ajo që ne obligojmë për me bëu këtë natë është me shtu adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Transmetohet në hadith se Aisha radhiyallahu anha e ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: "Ya Rasulullah, ara'ayta in 'alimtu ayyu laylatul qadri ma aqulu fiha?" O i dërguari i Allahut, sikur unë ta kisha ditë cila prej natëve është nata e Kadrit. Çka më thon ato? Çka më bën ato? Tha: "Quli Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni." I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Aisha radhiyallahu anha se mëse e dhe se njëra prej këtyre natëve është nata e Kadrit, atëherë shtoje këtë dua. Thuaj: "O Allah, ti e falës, e do falë më fal mua." Kjo është prej duave më të mira që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe na ka porositur neve që në këtë natë të fundit, në 10 natë të fundit të Ramazanit, në namazin e taravih, në namazin e natës apo ta shtojmë këtë dua: "Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni." O Allah, ti e falës, e do falë, andaj na fal neve. Për veprat e mira që është edhe vërtet është edhe dhënia e sadakos, nxjerrja e sadakos. Dhënia e sadakos sepse Allah subhanahu wa taala shpërblen në to shumë. E jemi në atë ditë të caktuara, po ashtu Allah s'e ka premtuar edhe për shpërblim të shumë festë në këtë natë. Ajo që është e preferuar është edhe nxjerrja e zakatul fitrit, edhe sadakatul fitrit në këto 10 natë të fundit, me shpresë të Allah subhanahu wa taala që të qëllon në natën e Kadrit, Allah subhanahu ta shpërblen atë. Nëse Allah subhanahu wa taala e pranon namazin tënd, e pranon namazin tënd në njërin prej natave të Kadrit, ajo sikur se ti ke falë namaz 83 vite të Allah subhanahu wa taala. Apo nëse Allah e pranon sadakon tënde edhe nata ka qenë nata e Kadrit, llogaritë tek Allah subhanahu wa taala sikur ti ke dhënë 83 vite sadakon për Allah subhanahu wa taala. Por nëse sadaka është edhe këshillimi për të mirë, edhe largimi nga e keqja. Urdhërimi për të mirë edhe largimi nga e keqja. Mundohu që këtë natë, nëse e ke dikën prej shokëve tu, apo e ke dikën prej familjarëve tu që ai nuk fal namaz, ose nuk agjeron Ramazan, ose nuk është i dhënë kafeja, nuk bën vepra të mira, mundohu që me spaku me fjalët e tua me azbut zemrën e tij. Sepse llogaritë tek Allah subhanahu wa taala sikur 83 vite ti ke thirrë në fenë e tij, ke thirrë në dinën e tij. Për veprave të mira që mund ta bëjë besimtari në këtë ditë është edhe itikafi apo ndërmjet e xhamit, mbyllja e xhamit për 10 ditë. Me shpërblim, me qëllim të adhurimit të Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo javë bën të itikaf në Ramazan në 10 ditë të fundit të Ramazanit. Transmetohet në hadithin e Aishës ku thotë: "Kana nabiyu ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo herë bën të itikaf në 10 ditë të fundit të Ramazanit. Përveç në Ramazanin e fundit të jetës tij, ai ka bërë 20 ditë të Ramazanit itikaf. Por se kjo është me qëllim të shtimit të adhurimit ndaj Allahut subhanahu wa taala, edhe me qëllim të arritjes së shpërblimit të plotë të Ramazanit. Ajo që duhet të bëjë besimtari tjetër në këtë ditë është edhe namazi i natës. Me shtu mundin e tij në namazin e natës. Me shpresën e shpërblimit të Allahut subhanahu wa taala me arrit më të mirë dhe me arrit kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Namazi i natës përveç kësaj
duhet edhe me shtu atë edhe leximin e Kuranit. Përveç saj edhe duhet me shtu edhe duajën të që Allah subhanahu wa taala me na pranon neve dua. Përveç itikafit, namazit natës, sadakës, ajo që është e dobishme për besimtarin në këtë net, është edhe me përmirësu vetën e tina. Nëse je për aty që kime bëj itikaf, edhe Allah subhanahu wa taala të ka mundësuar që kime bëj itikaf, mas pari hym me niyetin që me përmirësu vetën tonë, me përmirësu zemrën tonë. Edhe kur dalësh me Ramazan, kur dalësh me itikafit, me shpresën që Allah subhanahu wa taala ti ka falë të gjitha gjunohet ty. Ne lutim Allah subhanahu wa taala që na forcu në këtë 10 të fundit që ka mbetur. Ne lutim Allah subhanahu wa taala që na bëj për atyre që e shtojnë mundin e tyre në këtë net. E lutim Allah subhanahu wa taala që na mundësu me arrit natën e 4 Allah më na pranon to namazin tonë dhe agjërimin tonë dhe këtë duat tona. E lutim Allah subhanahu wa taala që na dhjet për Ramazanit jo ndryshe vetëm se ne të falur edhe me fitu shpërblimin Allah subhanahu wa taala xhenetin Allah walhamdulillahi rabbil alamin.